Atë mëngjes, Arlinda u zgjua me atë lloj drite që e mbush zemrën me qetësi. Ishte dita e dasmës së saj. Dita që kishte ndërruar prej vitesh, qysh kur ishte 17 vjeçe dhe kishte takuar për herë të parë Lisin. Djalin me të cilin mendonte se do të kalonte gjithë jetën. Qielli duke i kthjellët gati i papërlyer, sikur edhe ai kishte marrë pjesë në gëzimin e saj. E gjithë shtëpia gumzhinte me përgatitjet, me zërat e grave që ecnin sa majtas djathtas dhe me emocionin që kishte pushtuar çdo cep. Por brenda Arlindës kishte diçka që nuk lidhej me asnjë ceremoni, as me muzikë e as me traditë. Ishte një ndjesje e çuditshme, si një fije holl ankthi që përpiqej të depërtonte përmes lumturisë së saj të madhe. Ajo nuk ia jepte rëndësi. Mendonte se ishte normale, sepse çdo nuse emocionohej ditën e saj të madhe. Ndoshta bëhem nervoze pa arsye, pëshpëriti teksa vështroi veten në pasqyrë. Sot do të bëhej gruaja e njeriu që donte. Çfarë arsyeje kishte të dyshonte për ndonjë gjë? Mamaja e saj, një grua me sy të butë dhe duar që dridheshin nga emocionet, i rregulloi velin. Je më e bukura që kam parë ndonjëherë, i tha me zë të dridhur. E kam nga ty, buzëqeshi Arlinda. Por para se të dilte nga dhoma, telefoni i saj vibroi. Një mesazh. Arlinda zgjati dorën, më shumë nga refleksi se sa nga dëshira. Kishte vendosur që sot të mos merrej me telefon fare. Donte ta jetonte ditën, megjithatë kur pas se kush e kishte shkruar, zemra i trokiti fort. Lisi djali që sot do t'i bëhej burr, e hapi Lisi, kur të zbres makina e bardhë, dil me njëherë. Mos u vono, jam duke të pritur. I duke e çuditshme. Nuk ishte në stilin e tij të ishte kaq i tensionuar. Lisi gjithmonë shfaqej i sigurt, i qetë, me buzëqeshjen që e ndillte Arlindën t'i dorëzohej plotësisht. Megjithatë, ajo nuk e zgjati. E mori telefonin, e futi në çantën e vogël të nusërisë dhe doli nga shtëpia. Në shikimet e të afërmve që përbënin një korridor mallëngjyes për kalimin e saj të fundit si vajzë, kisha ku po mbahej ceremonia ishte e vjetër dhe madhështore. Një aromë qirinç, lulesh dhe riti i shenjtë përhape në çdo hap. Lisi ishte aty, i veshur me kostumin e zi që i rinte si derdhur. Por nuk buzëqeshte. Nuk e përqafoi. Nuk e puthi në ball siç i bënte zakonisht. Sytë e tij shmangnin të sajt, si dikush që ruan një sekret në krahëror. Kjo ngriu diçka brenda Arlindës, por ishte dasma e tyre. Çdo dyshim u mbulua nga tingujt e muzikës dhe duartrokitjet, ceremonia vazhdoi. Derisa erdhi momenti më i rëndësishëm, leximi i betimeve. Arlinda kishte përgatitur një tekst të gjatë, malli, dhimbje, dashurie e falënderimi. Një betim që fliste për ëndrrën e tyre të përbashkët. Një betim që kishte derdhur zemrën dhe shpirtin mbi letra. Por në çastin kur prifti e thirrit të dilte përpara dhe të lexonte fjalët e saj, ndodhi diçka që s'do ta harronte asnjëherë. Telefonin e kishte në dorë, sepse atje kishte shkruar betimin për ta lexuar më lehtë. E hapi, por në ekranin e saj u shfaq diçka krejt tjetër, një dritare e vogël njoftimesh, një mesazh i ri ende nga Lisi. Por mesazhi nuk ishte për të. Ishte një screenshot i një bisede të gjatë mes tij dhe një vajze tjetër, një vajze me emrin Era. Dhe me sa dukej nga nxitimi, Lisi e kishte dërguar gabimisht një pjesë të qatit drejt Arlindës. Ajo ndaloi frymën. Nuk i besonte syve, aty ishin mesazhe intime, premtime, biseda të fshehta. Dhe më e rënda, Lisi, do ta mbyll këtë punë sot. E dua ty. Më jep edhe pak kohë. Era, po ajo sot ka dasmën. Lisi, po. Le të përfundoj gjithçka. Unë e di që bëj. Këmbët ju pren. Salla filloi të rrotullohej. Zemra po i rrite aq fort, saqi dukej se po i qahej në gjoks. Prifti e thiri me një buzëqeshje. Arlinda, bija ime, është momenti që të lexosh betimin tënd. Arlinda ngriti kokën. I gjithë altari e vështroi. Lisi qëndronte aty, duke u përpjekur ta shmangte shikimin, por kishte zbardhur në fytyrë. Nusja që u ngrit nuk ishte më njëjta vajzë që kishte hyrë aty plot ëndra. Në sytë e saj kishte një stuhi që askush nuk mund ta parashikonte. Ajo mori frymthell, hapi telefonin, por jo të betimi, shkoi pikërisht te ajo bisedë. Në vend të betimit tim, tha me zë të qetë, por të akullt, dua të lexoj diçka tjetër. Diçka që lidhet drejt për drejt me dashurinë, sinqeritetin dhe besnikërinë. Dhe përpara gjithë dasmorëve, priftit, familjarëve dhe vet Lisi, ajo filloi të lexonte mesazhet e tij të tradhtisë. Çdo fjalë binte sigurt të rënë në dyshemen e shenjtë të kishës. Rënkimet, pshertimat, zhurmat e ulta të habis mbushën sallën. Lisi zgjati dorën, i përshpëriti. Arlinda, të lutem, jo këtu, por ajo vazhdoi pa ja hedhur asnjë vështrim. Do ta mbyll këtë punë sot. E dua ty. Më jep edhe pak kohë. Po ajo sot ka dasmën. Po, le të përfundoj gjithçka.
Një heshtje e tmerrshme përfshiu të gjithë. Pastaj Arlinda mbylli telefonin me një klik të fortë. Nuk qau. Nuk dridhej. Thjesht e shikoi drejt në sy Lisin dhe tha: "Kjo është e vërteta jote. Jo e imja. Unë sot nuk martohem me ty. Nuk martohem me një mashtrim." I ktheu shpinën altarit Vellos ëndrave të saj të vjetra dhe doli nga kisha mes një shoku të përgjithshëm. Por ajo nuk dinte se ky ishte vetëm fillimi i historisë së saj. Sepse ajo që do të zbulonte më vonë ishte shumë më e thellë se një tradhti, dhe Lisi nuk ishte i vetmi që kishte mbajtur sekret. Arlinda nuk e mbante mend si doli nga kisha. Nuk mbante mend fytyrat, zërat, as dorët që tentuan ta ndalonin. Ajo ecte sikur këpucët e saj të bardha nuk preknin mav. Sikur lëvizte në një botë tjetër, një botë pa tinguj, pa njerëz, pa ngjyra. Një botë ku ekzistonte vetëm tronditja që i dishte brenda gjoksit, dita e dasmës së saj. Dita që duhej të ishte më e bukur ishte kthyer në varrin e ëndrave të saj. Para portës së kishës, ajri i ftohtë i dhjetorit i ra me forcë në fytyrë dhe e kthjelloi. Frymëmarrja ju ngadalsua. Lotët që nuk kishin dalë më parë nisën t'i mblidheshin në qepalla, por ajo i përmbajti. Nuk donte të jepte kënaqësia askujt duke u rrëzuar. Jo sot, dikush i vuri dorën në supë. Arlinda, bija ime, ishte prifti. Një burr i moshuar me sy të butë të trishtuar. Më vjen keq, më vjen shumë keq. Nuk është faji juaj atë, tha ajo me zë të dridhur. E vërteta duhej të dilte. Më mirë sot se sa pas disa vitesh. Ai dukej sikur donte të shtonte diçka. Por Arlinda nuk priste më hodhi një vështrim të fundit drejt derës së kishës, kur pa në hyrje nënën e Lisit, zonjën Mirjeta. Sytë e saj të mëdhenj të errët ishin plot panik, sikur Arlinda kishte zbuluar një sekret të rrezikshëm të gjithë familjes. Zonja Mirjeta ju afrua me hap të shpejt. Arlinda, të lutem, më lër të shpjegoj. Nuk kam asgjë për të dëgjuar, i preu ajo. Të lutem. Nuk është ajo që mendon, nuk e kupton, e pash vetë, tha Arlinda. Më mjafton, zonja Mirjeta u shua, sikur ishin prerë të gjitha fjalët. Dukej sikur donte t'i jepte një paralajmërim ose të paktën të shpëtonte diçka nga shëmbja e familjes së saj. Por Arlinda thjesht u largua. Ajo hipi në makinën e saj që ishte zbukuruar me fjongo dhe lule, ironikisht për një gëzim që nuk do të ndodhte. I hoqi shiritat me duar që i dridheshin dhe ndezi motorin. Ndërsa udhëtonte drejt shtëpisë, telefoni i binte pa pushim, Lisi, nëna e tij, disa kushërinj, disa miq. Asnjë nuk e kuptonte se ajo nuk kishte nevojë për asnjë shpjegim. Mashtrimi ishte i qartë. Mesazhet ishin prova të pakundërshtueshme. Në shtëpinë e saj, Elma e priste në derë. Kishte marrë lajmin para se Arlinda të arrinte. Mbi fytyrën e saj të bukur të lodhur, kishte një dhimbje që çdo nën do ta kishte në atë çast. Zemra ime, Arlinda ra në krahët e saj. Dhe sa kaq shpërtheu. Lotët u bën stuhi. Ajo qau për tradhtin, për ëndrrën e shkatëruar, për të ardhmen që nuk do ta kishte më me Lisin. Pse, mami? Se. Çfarë kam bër? Asgjë, bija ime. Asgjë. Ky është faji i ti, jo i yti. Ti ke dhënë gjithçka, por Arlinda nuk po kërkonte fajin. Po kërkonte kuptim. Dhe ai mungonte. Pasi u qetësua pak, ajo i tregoi nënës së saj mesazhet. Ajo i lexoi me duar që i dridheshin nga zemërimi. Zoti i madh, çfarë turpi, çfarë poshtërsie. Arlindës ja morën syt sërish, e kupton? Ai e ka dashur dik tjetër gjithë kohën, jo bi. Kur i lexoj këto, shoh diçka tjetër. Çfarë tjetër mund të shohësh? Sikur Lisi po përpiqej të mbyllte një histori të kaluar. Jo të hapte një të re. Arlinda ngriti kokën ngadalë. Pse? Çfarë po thua? Lexoj mirë. Ajo vajza e pyet për ty. Ai përgjigjet, le të përfundoj gjithçka. Unë e di ç'bëj. Nuk thot se do të lër. E sheh. Është e paqartë. Shumë e paqartë. Arlinda u hutua. E kishte kuptuar bisedën vetëm si tradhti. Por tani kur e lexoi sërish, fjala përfundoi i ra në sy ndryshe. Përfundoi çfarë? Marrëdhënien me erën. Apo diçka tjetër. Por sado që donte ta mendonte kështu, zemra e saj e plagosur nuk e pranonte dot. Mami, ai nuk duhej të fliste fare me të. Asnjë arsye nuk e justifikon këtë. Jo, por nganjëherë vërteta është më e komplikuar se sa duket. Arlinda e shikoi me habi. Elma dukej sikur dinte diçka. Diçka që nuk po e thoshte. Mami, më thuaj. Çfarë po fsheh? Nëna e saj uli syt në tokë. Fytyra i mori një ngjyrë të zbetë. Kam frikë se ka diçka më të madhe këtu. Diçka që nuk ka të bëjë vetëm me Lisin. Arlindës ju ndal fryma. Po flet në enigma. Më thuaj troç. Nuk dua të them gjëra pa prova, por zonjë Mirjeta e kam parë disa herë të fliste me dik, e shqetësuar.
gjithmonë përpara se të vendosnit datën e dasmës. Sikur nuk donte që dosja e familjes së tyre të hapej. Sikur diçka do të zbulohej, Arlinda shihej në ajër. Çfarë dosjeje? Nuk e di, por kam ndjesinë se tradhtia e Lisit është vetëm maja e icebergut. Sikur ka diçka tjetër, diçka që familja e tij po e fsheh me çdo kusht. Nga dritarja dëgjua një zhurmë makine që ndaloi me vrull. Arlinda ngriti kokën. Zemra i ra fort, ishte Lisi, doli nga makina me fytyrë të deformuar nga paniku. Ai erdhi drejt derës si i marr. Troketi fort, Arlinda. Të lutem hape derën. Më dëgjoj një herë. Arlinda ngriti kokën drejt nënës së saj. Çfarë të bëj? Vendimi është i yt, i tha ajo me qetësi. Por mendo mirë. Ndonjëherë përgjigjet që kërkojmë janë pas fjalëve që nuk duam t'i dëgjojmë. Trokitjet u bën më të forta. Zëri i Lisi u dridh. Arlinda, të lutem. Nuk është ajo që mendon. Të betohem, ajo u ngrit ngadalë. Çdo hap ishte si një betejë. Eci drejt derës, vuri dorën mbi dorezën metalike e mbylli sërish. Pastaj e hapi. Në anën tjetër qëndronte Lisi, fytyra e tij e zbardhur, sytë e kuq, duart që i dridheshin. Ai nuk ishte djali i sigurt që njihte. Ishte një njeri i thyer. Ai zgjati dorën drejt saj. Të lutem, më jep 5 minuta. Vetëm 5 minuta. Të shpjegoj gjithçka. Jo për të na kthyer pas, por sepse ti meriton të dish të vërtetën. Arlinda e shikoi gjatë. Në zemër kishte ende një stuhi, por një pjesë e saj donte përgjigje. Donte të dinte të vërtetën e plot. Ajo hapi derën pak më shumë. Ke 5 minuta, tha ajo. Lisi mori frymthell. Dhe pastaj, para se të fillonte të fliste, e shikoi drejte në sy. Arlinda, gjithçka që ke parë është e vërtetë, por nuk është e tëra. Dhe ajo pjesë që nuk di është ajo që do të ndryshojë gjithçka. Ajo e ngriti vetullën. Mos më thuaj se ka justifikim për tradhtinë. Nuk ka, tha ai, por ka arsye. Dhe ajo arsye nuk lidhet me dashuri, por me frikë. Frikë për jetën tënde. Arlinda u zbeh. Jetën time? Po. Ai lëshoi një pshertim të rënd. Un kam fshehur diçka që lidhet me të kaluarën e erës. Dhe me familjen time. Dhe ajo gjë rrezikon ty më shumë se sa mendon. Arlinda u tërhoq një hap prapa, fjala rrezik i rasi thik. Lisi mbylli syt për një çast, dhe tani është koha që ta dish të vërtetën. E gjithë të vërtetën. Arlinda ndjeu se toka po i hape nën këmbë. Tradhtia ishte plag. Por ajo që po vinte dukej si diçka shumë më errët, dhe ndërsa Lisi mori frymë për të nisur rrëfimin, Arlinda e kuptoi se ajo ditë nuk ishte fundi. Ishte vetëm fillimi i një misteri që do t'i përfshinte të gjithë. Shtëpia ishte e heshtur. Dritat e zbehta të pasdites binin mbi fytyrën e Arlindës, e cila qëndronte në këmbë, e ngrirë, derisa Lisi ul ngadalë në koltukun përballë saj. Ajo nuk pranonte të ulej, nuk pranonte të relaksohej. Zemra i rrihte me forcë, gjoksi i lëvizte ritmikisht, sikur i mungonte oksigjeni. Fillo, tha Arlinda. Zëri i saj ishte i ftohtë, por i dridhur. Lisi ktheu syt drejt saj. Nuk tentoi t'i afrohej. E dinte që çdo centimetër i tepër do të ishte një plagë e re për të. Ajo që ndodhi në altar nuk ishte rastësishme, nisi ai. Ishte paralajmërim. Arlindës ju ngurtësuan muskujt e fytyrës. Paralajmërim nga kush? Nga era dhe jo vetëm. Ai fërkoi ballin, pastaj vazhdoi. Unë kam qenë me erën për 3 vjet. Ishim shumë të rinj. Marrëdhënia jonë nuk ishte e shëndetshme. Por nuk ishte vetëm zënke dashuri. Ishte e rrezikshme. Shumë e rrezikshme. Arlinda i nguli syt. Ti the 5 minuta, Lisi. Mos e zgjas, thuaj e troq. Era është vajza e një njeriu me të cilin im atë ka qenë i përfshirë në disa çështje të pista vite më parë. Çështje që sot mund t'i quajmë krime. Të dy u ndan keq, shumë keq. Ka pasur kërcënime, zhdukje dokumentesh, borxhe të mëdha. Babai i saj nuk të fal kurrë. Dhe tani era po mban frikën e tij gjallë. Arlinda ngriti vetullat. Ç'lidhje ka kjo me mua, sepse ai burr mendon se unë di diçka që babai im fsheh. Dhe se ti tani që je gruaja ime, mund të bëhesh leverdi për të ushtruar presion mbi familjen time. Ajo ngriti dorën, ndalo. Me thuaj të vërtetën. A je takuar me erën këto kohë? A ke dashur të kthehesh me të? A ka pasur tradhti? Lisi uli kokën. Nuk ka pasur tradhti fizike. Jo, por ka pasur frikë. Ka pasur komunikim. Ajo më kërkoi të takoheshim 2 muaj para dasmës. Donte të më tregonte se babai i saj kishte nisur të hetonte ty, mua, familjen time. Më tha se martesa jone acaronte. Se mendonte se babai im po maskonte një sekret përmes një celebrimi të madh, pra ti kishe frikë. Po, dhe për këtë arsye flisje fshehurazi me ishë, Arlinda nuk ishte dashuri.
As mall, ishte panik. Ajo e ndiu një thik të ftohtë t'i futej në stomak. Përse nuk më the mua, sepse do të largoheshe. Dhe ai mori frymë me vështirësi. Unë mendova se do të mund ta zgjidhja pa të përfshirë. Mendova se mjaftonte që të mbaja larg erën dhe baban e saj. Po bëja të kundërtën. E ndeza edhe më shumë situatën. Arlinda ju afrua një hap, syt i digjnin. Pse mesazhet ishin me tone të afërta? Pse ajo të shkruan të mbaroja atë që lam për gjysmë dhe ti nuk i the asnjëherë mos më shkruaj, Lisi ngriti syt. Në ta kishte faji, por edhe diçka më e thellë, një lloj ropullitje që e bënte Arlindën të hutuar. Sepse era është e sëmur mendërisht, ka pasur shpërthime të dhunshme, ka ndjekur njerëz, më ka kërcënuar disa herë me vetëvrasje nëse ndërpres kontaktin krejt. Nëse do ta largohesha papritur, do të bënte diçka të tmerrshme. Për vete, për ty ose për familjen e saj. Unë jam përpjekur ta shuaj gradualisht, ta qetësoj. Po të isha prerë, sot nuk do të ishim këtu vetëm me zemër të thyer. Mund të kishim qenë në situatë shumë më të errët, Arlinda përplasi dorën te goja. Një ndjesje e keqe i rrësheu në përshtyllën kurrizore. Ti je i çmendur. Këtë e mban hequr të fshet gjithë këtë kohë. Po, dhe në ditën e dasmës më bëre të turpërohem publikisht. Nuk e dija që ajo do të vinte në kish. Nuk e dija që do të futej në telefonin tim dhe do të ta dërgonte atë mesazh turpi në atë moment. As nuk e dija që do të rinte fshehur pas bankave gjatë ceremonisë. Arlinda u shtang. Çfarë? Ajo ishte në kish, po. Lisi lëvizi buzët me tmerr. E pash, pas teje, në rreshtin e tretë, ishte ulur mes një çifti që as nuk i njihte, me një shall të zi, vetëm syt ja pash. Dhe kur t'i ngrite telefonin ajo u zhduk. Arlindës i ra trupi, një ndjesje ftohtë sikur dikush po i frynte në vesh. Domethënë ajo kishte ardhur për të prishur dasmën, po. Ishte e qartë. Dhe suksesi që pati e ka rrezikuar edhe më shumë situatën. A e ke njoftuar policinë? Nuk mundem. Pse? Sepse atëherë zbërthehet dosja mes babait tim dhe të saj. Dhe unë nuk dua që ti të futesh në atë grop. Dhe sigurisht as familja ime. Arlinda nuk dinte më çfarë të besonte. Ai po fliste me një intensitet aq të thellë, aq të sinqert, sa pjesa e zemrës së saj që e urrente tradhtin po përplase me një frikë më të madhe. Kjo histori ishte shumë më e madhe se ajo. Shumë më e rrezikshme dhe shumë më e errët. Pra çfarë do nga unë tani? Pyeti ajo pasi thithi përsëri frym. Vetëm dy gjëra, tha ai pa hezitim. Të largohesh nga shtëpia jote sonte. Të mos rish vetëm dhe të më lësh të mbroj. Arlinda qeshi me hidhërim. Mbroj? Ti që nuk mundet të më mbroje as në ditën e dasmës. Ti që më tradhtove emocionalisht me ishte fejuarën tënde. E di që të kam plagosur. Dhe unë nuk po të kërkoj falje. Jo tani, po të kërkoj vetëm të mos e nënvlerësosh situatën. Sepse ai gëlltiti me vështirësi, sepse ai burrë është i rrezikshëm. Dhe nuk ka asnjë mëshirë për askën që prek territorin e tij. Arlinda u kthye nga ëma, e cila për herë të parë ndërhyri. Bia ime këtë herë, edhe unë jam dakord. Diçka në këtë histori nuk më pëlqen. Dhe nuk ka të bëj vetëm me erën. Arlinda hapi gojën ta pyeste se për çfarë fliste. Por në atë moment i ngëlloi një trokitje e lehtë në derë. Ema ngriti vetullat. Po pret njeri, jo Lisi ngriti kokën me një shprehje paniku, trokitja u përsërit. Këtë herë më e qetë. Sikur dikush e dinte saktësisht se çfarë bënte. Arlinda u afrua ngadalë. Mos e hap, pëshpëriti Lisi duke u ngritur në këmbë. Pse? Kush mund të jetë? Nuk e di, por di stilin e tyre. Ata nuk thërasin, nuk bërtasin, thjesht trokasin butë. Ajo shikoi dorezën e derës. Dora i dridhej, një tjetër trokitje, këtë herë pak më gjatë, Lisi u afrua e kapi Arlindën për kyçi. Të lutem, mos e hap, më lër, doreza lëvizi vet, dera u hap ngadalë. Dhe përballë tyre qëndronte një grua me flokë të gjatë të zinj, sy të mëdhenj dhe të errët, të lagur nga shiu. Fustani i saj i zi ngjitej trupit. Lëkura e shkëlqente nga lagështira. Në buzë kishte një gjysmë buzëqeshje të çmendur. Era. Përshëndetje Arlinda, tha ajo qetësisht. Më duket se kemi gjëra të pambyllura. Në atë moment Arlinda e kuptoi. Tradhtia ishte dënimi më i vogël. Ajo sapo ishte futur në një histori që nuk kishte të bënte me dashurinë, por me çmenduri, hakmarrje dhe sekrete që mund të shkatëronin 3 familje. Dhe ajo që kishte ndodhur në altar ishte vetëm fillimi. Arta qëndronte në mes të dhomës bosh të hotelit, me fustanin gjigant të nusërisë së grisur anash me lotë të tharë, ndërsa hotelieri troket lehtë dhe i lë zarfat e paraqitjes për anulimin e dasmës.
Nata kishte rënë dhe ajo ishte ulur në dysheme për orë të tëra, me celularin e hedhur pranë, duke parë mesazhet që ja kishin rrëzuar jetën për tokë. Ajo ishte heshtur gati empir. Deri në momentin kur dera u hap me vrull, motra e saj, Fjolla, vrapoi brenda e frymëzuar, "Arta, a je mirë?" Bërtiti ajo dhe e kapi për dore. "Jam gjallë, asgjë më shumë," u përgjigj Arta me një zë që ishte vetëm hija e asaj çfarë ishte dikur Fjolla, pasi e përqafoi fort, pa rreth e rrotull dhomës. "Ku është ai bastard?" "Nuk e di, se kam parë që prej çastit kur u përballëm tek altari," tha Arta dhe sytë ju i zuan për herë të parë pas shumë orësh. Fjolla ngriti vetullat. "E imagjinoj ç'ka ndodhur, por të lutem, mos e shkput kokën nga realiteti. Mami e babi janë të shqetësuar, njerëzit e kanë marrë vesh, gjithë të ftuarit janë shpërndar, por ajo që ka rëndësi tani e të. Unë jam asgjë," tha Arta me zë të ulët. "Unë jam ajo budallaqe që lexoi mesazhet e tij para gjithë atyre njerëzve." Fjolla e preku në shpatull. "Jo, ti je gruaja më e fortë që kam parë ndonjëherë. Të gjithë të tjerët thjesht po flasin. Por ti u ngrite në altar dhe nuk u bëre viktim. E nxorre tradhtin në dritë. Dhe ke fituar respektin e të gjithëve." Arta uli syt. "Po zemra ime, a e fitova edhe atë?" motra heshti. Pastaj me shumë kujdes tha. "Ndonjëherë motër, zemrat thyehen për të rimodeluar." Teksa po mblidhte pak gjëra për të dalë nga hoteli, dera trokiti sërish. Këtë herë ishte Arberi. Ishte i zbeht, me sy të fryrë, me kravatën e hequr e këmishën të çrregullt. Nuk i ngjante më djalit që kishte premtuar dashuri të përjetshme një ditë më parë. "Arta, të lutem, dëgjo," nisi ai. Fjolla u tur përpara. "Jo, ti nuk e asnjë të drejtë të flasësh. Largohu, Fjolla, të lutem," ndërhyri Arta. "Dua ta mbaroj këtë punë." Fjolla shkoi mbrapa, por nuk u largua. Ajo qëndroi afër, gati për ta kapur Artën nëse do rrëzohej. Arberi vështroi Artën drejtë në sy. "Nuk e dija që do t'i lexoje, nuk e dija që ai do t'i sillte, se kam menduar kur që mund të dilni në dritë." Arta qeshi hidhur. "Kaq ke për të thënë? Që nuk prisje të zbulohej. Jo që të vinte keq për mua. Jo që më tradhtove gjatë gjithë kohës që planifikoni martesën. Arta, unë e kam dashur, po edhe ty të kam dashur. Por ajo filloi para teje dhe pastaj s'dija si të dilja, isha në mes të dy botëve." Arta ngriti dorën si për ta ndaluar. "Mos e vazhdo. Mos e poshtëro vete më shumë." Ai u afrua një hap. "Dua të shpjegoj. Dua të kërkoj falje. Dua të kem sërish." Unë, Arta bëri një hap pas Arber. "Ti më theve në altar. Mu në mes të ëndrës sime. Para familjes sime. Para njerëzve që i respektoja." Zëri i saj filloi të dridhej. "Më bëre të ndihesha e marr. E përdorur. E mjeruar. Dhe tani ti do çfarë? Të fal. Të kthehem me ty si kur asgjë s'ka ndodhur." Ai e uli kokën. "Po. Dua të luftoj për ne." Arta pshertiu thellë. Luft për çfarë?" "Për diçka që të e ke vrarë." Pastaj shikoi drejtë në sy me një qetësi të frikshme. "Unë nuk jam mënuse. Nuk jam më vajza jote nave. Nuk jam më pre e gënjeshtrave të tua. Tani, unë jam grua. Grua që zgjedh veten." Arberi i dha të dridhura buzës, duke i sikur donte të fliste, por nuk gjente fjalë. Fjolla ndërhyri me një buzëqeshje të hidhur. "E dëgjove? Dil tani, para se të thëra sigurimin." Arberi u kthye, heshtur. Te dera ndaloi një çast, i ktheu edhe një herë syt nga Arta. Por ajo nuk i dha asnjë shenjë. Nuk i lëvizi as qerpiku dhe ai iku. Kur mbërriti në shtëpinë e prindërve në mëngjesin e ditës tjetër, Arta ndjeu një ftohtësi të çuditshme. Jo nga shtëpia, por nga ndalesa e ëndrës së saj. Nëna e saj u afrua, e përqafoi pa thënë asnjë fjalë. Vetëm Lot, babai, që kishte qenë gjithmonë njeri i qetë me fjalë të pakta, kësaj radhe duket se nuk dinte si të sillej. E shikoi vajzën e tij si të ishte thyer nga brenda. "Bi, ti e forca jon. Mos u dorëzo. Sytë që të njohin vërtet nuk do të gjykojnë kurrë." Arta e puthi në faqe. "Faleminderit, babi," por brenda saj një stuhi po rritej. Ajo nuk po ndjente vetëm zemërthyerje, po ndjente diçka tjetër, diçka më të thellë, më të errët, nevojën për të kuptuar të gjithë të vërtetën. Sepse një pyetje torturonte. Kush ja dërgoi mesazhet në altar? Kush donte që e vërteta të shpërthente pikërisht atë ditë? 3 ditë më vonë, Arta mori një telefonat anonime. "Nëse do të dish kush e bëri atë që ndodhi në altar, shko te kafja Aurora, sonte." Vetëm zëri ishte i ulët, mashkullor, por jo i njohur. Ajo hezitoi për disa orë.
por kur eshtja dhimbja boshllëku ja mbytën frikën në mbrëmje me një pallto të errët, ul në kafen e errësuar ku llampa të zbehta e benin ambientin të dukej si një vend takimi së shkuarës kyçe. Pas pak minutash, dikush ul përballë saj. Ishte Bledi, vëllai i dashurës së Arberit. Ajo u ngrit menjëherë. Ti? Zhdreqin do këtu, ai ngriti duart. Mos u nxeh, Arta. Jam këtu për të ndihmuar. Ti je arsyeja pse u shkatërua dasma ime. Jo, unë jam arsyeja pse e vërteta u zbulua. Arta ngriti vetullat e shokuar. Pse Bledi mori frymthell? Sepse ime motër ka qenë në depresion të thellë për 2 vjet, që kur Arberi e la pa asnjë fjalë. E tradhtoi, e përdori dhe e hodhi si leck. Ajo është e shkatëruar. E ti, ai u përkul para, ti ishe viktima e radhës. Nuk munda të lija të bëheshe si ajo. Arta u ngrit në këmbë, e tmerruar. Ti e shkatërove jetën time se doje të shpëtoje motrën tënde? Kjo s'është drejtësi, Bledi. Kjo është mizori, ai uli kokën. Më vjen keq, por askush nuk të meritoj ta vuaja të tradhti pas 10 vitesh si ajo. Unë pash mënyrën si të shikonte Arberi, si të manipulonte. Ti nuk e kupton, ai nuk është i mirë. As për ty. As për askënd, Arta ngriti çantën gati të largohej. Por pastaj ai tha një fjalë që e ngriu. Dhe ka një pjesë tjetër të historisë që nuk e di. Arta u kthye. Çfarë tjetër? Motra ime s'ishte e vetmja që tradhtonte ai. Kishte edhe një të tretë, dhe një të katërt, dhe Arta ndjeu sikur po i pritej fryma. Mjaft, pëshpëriti ajo. Jo, ti duhet ta dish. Ai është njeri i rrezikshëm emocionalisht. Ti shpëtove. Dhe ashtu si shpëtove ti dua të shpëtoj edhe motrën time. Arta e shikoi gjatë. Ndjesitë e saj ishin të përziera. Zemërim, neveri, keqardhje, por mbi të gjitha çlirim. Ajo më në fund e kuptoi. Dasma nuk dështoi për ta dëmtuar atë. Dështoi për ta shpëtuar. Para se të largohej, Bledi dha një zarf. Këtu janë dokumente, prova, fotografi, shembuj të tjerë që tregojnë kush është ai vërtet. Nëse do të mbyllësh plagën, duhet ta lexosh. Por vetëm kur të jesh gati. Arta mori zarfi me duar që i dridheshin, por nuk e hapi. Unë nuk dua ta shoh më. As ju. Dua vetëm të jetoj. Të shërohem, dhe doli nga kafja. Ditët që pasuan nuk ishin të lehta, por Arta filloi të merrte frymësërish. Ajo filloi terapi. Në fillim mezi fliste. Derisa një ditë me zë të dridhur tha: Unë nuk humba burrin. Unë humba iluzionin tim për dashurinë. Dhe jam gati ta rindërtoj. Filloi të dalë për vrap. Filloi të vizatonte. Filloi të shkruante në ditar. Filloi të punonte më shumë se kur në profesionin e saj të dizajnit grafik. Dhe një ditë, kur po shëtiste buzë liçenit, rastisi të binte një fletore nga çanta. E mori në dorë, e hapi dhe aty pa e kuptuar filloi të shkruante: Unë jam Arta. Dhe por i lind. Pas një muaji, Arberi kërkoi një takim përfundimtar. Jo për të kërkuar falje, jo për të justifikuar, por për të mbyllur kapitullin. Arta pranoi. U takuan në të njëjtin vend ku ai kishte propozuar për martesë. Ai duke i lodhur, i thinjur në pak kohë. Arta, unë të kam humbur. Dhe e meritova. Dua vetëm të di, a ka shans që një ditë të më falësh? Ajo e shikoi për disa sekonda të gjata. Pastaj buzëqeshi but. Unë tashmë të kam falur, ai u habit. Vërtet, po, sepse falja nuk është për ty. Është për mua, ai e uli kokën i turpëruar. Po a do të mundemi të jemi miq? Arta qeshi lehtë. Jo, për këtë s'ka nevojë, por të uroj një jetë më të mirë. Vetëm mos zhyt të tjerë në errësirë, siç bëre me mua. Arberi dha një të pëshërtitur të rënd. Kam filluar terapi. Dua të ndryshoj, shpresoj ta bësh. Për veten tënde, tha ajo. Por unë nuk jam më pjesë e asaj rruge. Ajo u ngrit dhe u largua. Dhe ndërsa ecte, për herë të parë pas shumë kohësh, nuk e ndjeu më peshën e tij mbi supe. Ajo ishte lirë. Mbi një vit më vonë, Arta ishte rritur si profesioniste, si grua, si njeri. Ishte e pavarur, e qetë, e dashur ndaj vetes. Nuk e kishte hapur kur zarfin e Bledit, dhe as kishte ndërmend. Një ditë në një ekspozitë arti ku kishte prezantuar punimet e saj, një burr i panjohur ju afrua. Më pëlqen shumë puna jote, tha ai. Ka forcë, por edhe dhimbje, por gjithçka e përfundon me dritë. Si të ishin rikthimet e shpirtit, Arta u skuq paksa, faleminderit. Më pëlqen të mendoj se ne të gjithë kemi dritë brenda nesh, pavarësisht se sa plag kemi, ai buzëqeshi. A ke dëshirë të pim një kafe kur të mbaroj ekspozita? Arta e pa për disa sekonda. Sytë e tij ishin të sinqert, pa gjykim, pa interes. Thjesht të ëmbël, ajo mori frymthell dhe tha: Po.
Do të më pëlqente, dhe pikërisht aty lindi fillimi një kapitulli të ri, të pastër, të shëndetshëm. Një kapitull që nuk lidhe me tradhti, me dhimbje, por me zgjedhje. Zgjedhjen për të dashur veten. Dhe pastaj dik tjetër.